Hulumtimi i fundit i Institutit për Demokraci Societas Civilis tregon se 71% e qytetarëve mbështesin antarësimin e Maqedonisë në Bashkimin Evropian. Rezultatet e studimit të prezantuara sot në Kuvend tregojnë se BE-ja vazhdon të perceptohet si partneri më i besueshëm i vendit, veçanërisht në kontekstin e politikave gjithnjë më të paqarta të Shteteve të Bashkuara, po ashtu është shënuar rritje e numrit të qytetarëve që e shohin Maqedoninë si pjesë të perëndimit pas dilemave të viteve të fundit për orientimin drejt lindjes. Drejtori i institutit Marko Troshanovski thot se bëhet fjalë për një rritje të madhe të mbështetjes për BE-n, veçanërisht për shkak të ndryshimit të qëndrimeve brenda komunitetit maqedonas. Kemi një rritje të ndjeshme prej 15% veçanërisht maqedonasit etnik, të cilët gjithashtu po e mbështesin Bashkimin Evropian, ndryshe nga vitet e kaluara kur kjo mbështetje ishte më e ulët për shkak të frustrimeve të mëdha të përjetuara gjatë procesit të antarësimit. Ajo që është gjithashtu interesante është se është ulur numri i qytetarëve që mendojnë se Maqedonia duhet të qëndrojë anës dhe të mos ndërmarrë asgjë në lidhje me procesin e zgjerimit. Euroambasadori Mihalis Rokas theksoi se është veçanërisht e rëndësishme mbështetja e të rinjve dhe shtoi se qytetarët po artikulojnë qartë edhe prioritetet duke përfshirë planin e rritjes së BE-s, agjendën e reformave, mbrojtjen e mjedisit, si dhe reformat në sistemin gjyqësor dhe luftën kundër korrupsionit, ndërkaq deputeti i VMRO-DPMN-s Antonio Miloshovski tha se komesarja Marta Kos paralajmëroi se BE do të publikojë një propozim të ri për modele të reja të antarësimit. Në shkurt apo në mars, Bashkimi Evropian planifikon të dalë me një non-paper të ri në lidhje me diskutimet për modalitetin për antarësim, nëse do të ketë antarësim të plot, do të ketë antarësim asociativ, apo do të ketë antarësim pa të drejtë vote, apo pa komesar të vendeve të reja antare. Po presim që kjo të jetë objekti një diskutimi serioz brenda vetë BE-s. Nga ana tjetër, lideri i LSDM-s Venko Filipçe akuzoi pushtetin se po izolon shtetin nga BE-ja. Qeveria po e çon qëllimisht vendin drejt izolimit, duke sjell kapital të dyshimt, duke bashkëpunuar me regjime autoritare në rajon dhe duke shtypur demokracinë dhe lirinë e shprehjes, dhe kjo thjesht nuk të çon askund. Një nga gjërat më shqetësuese është retorika anti-evropiane e kësaj qeverie dhe vendosja e fajit për gjithçka tek Evropa, ndërkohë që ata nuk e bëjnë punën e tyre në vend. Sipas këtij ulëmtimi, euroskepticizmi ka shënuar një rritje të lehtë ndërsa numri të pavendosurve është ulur. Është ngushtuar edhe dallimi në mbështetje mes komuniteteve etnike, me rritje të ndjeshme te maqedonasit etnik dhe mbështetje të vazhdueshme te shqiptarët etnik.